أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit udhëtimin e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në hadithin 665 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i tretë në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: Wa an Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qal: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. نرفان عبد الله ibn Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhuma, i cili thot: kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: kushdo që e prish beslidhjen e respektit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e takon Allahun ditën e Kiametit duke mos pas argument për vete. Dhe ai që vdes e në qafën e ti nuk ka beslidhje, a njeri vdes me vdekje të gjahiljetit. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Në një transmetim të dytë që qëndron në Sahihun e Imam Muslimit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kush vdes duke u shkput nga xhamati, a njeri vdes me vdekje të gjahiljetit. Ky hadith vjen me potencu sistemin politik islam në ndërtimin e shoqërisë, ku caktohet i pari i muslimanëve dhe muslimanët tjerë e kanë detyrë dhe obligim që të japin beslidhjen e dëgjimit dhe bindjes ndaj të parit musliman. Dhe se të gjithë ata që gravitojnë në atë territor duhet të ndërtojnë këtë raport me të parin e vetë. Përndryshe, kushdo që e prish këtë raport të tij me të parin e muslimanëve dhe shkputet prej xhamatit dhe nuk ka beslidhje në qafën e tij, ai njeri vdes me vdekje të gjahiljetit. Do thot, mësimet e islamit akoma nuk kanë arrit për me ndryshu bot kuptimin e tij mbi jetën. E kjo qasje e këtij hadithit është porosi jashtëzakonisht me rëndësi në shumë aspekte, që nga ky aspekt ku shoqëria muslimane duhet të punon që ta zhvillon vetveten mbi këtë sistem politik islam. Përcakton të parin e vet, i cili e udhëheq shoqërinë me Kur'an dhe Sunet, dhe pjesa e shoqërisë ngelet me detyrë dhe obligim ta ndëgjon atë parë dhe t'i bindet atij. Përndryshe, kush e ka një pozicion të tillë dhe nuk e ndërton raportin e tij me këtë shoqërinë këto parime,
ai vdes me vdekjen e xhahiletit. Pse se në xhahilet s'ka pas si sistemi politik islam. Se ndërtu shoqërinë me këto parime. Por sikur se kena përmendur në deset e kaluara, një njeri më i guximshëm, më i aftë, më i ditur, i mbledh disa njerëz me vete, e shpall veten mret, edhe pastaj u imponon pushtetin e tij dhunshëm tjerëve. Mirë po ajo që mendoj se është shumë mësim i rëndësishëm me marr nga ky formulim se kush nuk i respekton rregullat e Islamit, vdes me vdekjen e xhahiletit, do thotë muslimani gjithmonë ka me qenë mes dy pozicioneve. Ose ka me ju nënshtru rregullave të Islamit edhe dal nga dal ka mu eduku me to dhe ka me ndryshu vetveten tërësisht, o ka me met në konceptet dhe botkuptimet e xhahiletit. Dhe na nga përvoja e jonë në edukimin e vetvetes, po edhe në mësimin e muslimanëve, e kemi pa se ky proces është shumë i rëndësishëm edhe është i gjatë. Edhe jo të gjithë na, secili prej neve që është në xhami, ka mundësi me arrit finishin e këtij procesi, edhe me pa konkretisht ndryshimin tek vetja e tij. Jo vetëm të na, po edhe të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe të brezat e artë të Islamit, procesi i ndryshimit ka qenë i ngadashëm, por dallimi mes neve dhe ty është ata e kanë arrit finishin, cakun, e neve jo të gjithë na, edhe jo sigurt secili prej nesh i afrohet cakut apo e mrin atë. Pse kjo? Se muslimani është vazhdimisht do të i ballavaquar me situata ku ai duhet me e shtu diturinë e tij. Për shembull, programet e reja të telefonave, maherët kompjuterave, e ofrojnë një sistem operativ e quajnë, si Windowsi që është për shembull. Sistem operativ me një verzion me aq sa kanë ditë njerëzit me bë, edhe qesin treg. Edhe punojnë njerëzit me atë sistem operativ një vjet, 2-3, pastaj ndërkohë shifet mangësit edhe nevojat e reja edhe bëhet mbi ndërtim, updatim që e quajnë. Edhe plotësohet mangësit, bëhet më i aftë, edhe del versioni i ri. Punon një vjet, 2-3, përsëri ka nevojë për një plotësim, për një mbindërtim, për një aftësim të ri, del versioni i ri, edhe kështu prej ditës që ka dalë Windowsi deri sot ka shumë updatime, shumë upgradime, shumë zhvillime. Po edhe besimtari në diturit e tija fetare ka vazhdimisht nevojë për me e mbindërtu vetveten. Edhe atë për dy arsye kryesore. E para, jo se të gjitha meselet që i ka mësu para 20 vjetëve i van men hala. Pre atyre që ka mësu para 20 vjetëve, 30 vjetëve, ka gjëra që i mon men dhe ka gjëra që i ka harru. Kjo është një, pse njeriu është harrestar. Edhe për shkak se është harrestar, edhe për shkak se ka fokusime të ndryshme në jetë, përqendrime, atëherë harron shumë sende që i ka mësu më herët. E dyta është për shkak se diturijet fetare edhe shkencat përgjithësi janë shumë gjana. Edhe mundësia me i përtheku diturit të gjitha për një kohë të shkurt është e pamundshme. Ulemat kanë thonë dituria është si një oqean pa fund.
kur jenë fillim të oqeanit ose detit, duket se fundi është afër. Edhe ty hin deti, tu mendu se nëse i kalon disa kilometra, kemi ju afru bregdetit tjetër në tona. Tamam ti futesh brenda detit apo oqeanit, e shef se sa ma thellë që zhytesh, aq më i madh është oqeani. Ashtu është edhe dituria. Kjo vlen për ata që merren me dituri profesionalisht, domethënë që 24/7 merren me dituri. Ata sa më shumë që lexojnë edhe mësojnë, e shohin se shumë pak. Nëse është dituria oqean, dituria e dikujt për dietarëve është si një kovë e mbushur me ujë nga oqean. E të xhamati janë pika ujit, pika, jo kovë, pika. Edhe ato shpejt thahen. Fry një herë ngroft, fry një herë e thahen. Edhe andaj nevoja jonë për dituri është e vazhdueshme. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend në hadithin e tij diturinë dhe e ka krahasuar me shiun, me ujin. Dhe ashtu sikur se nevoja e tokës për ujë është e vazhdueshme për me dhënë bereqet, ashtu edhe nevoja e shpirtit të njeriut është e nevojshme për dituri që ai me pas ibadet. Edhe kur na insistojmë o vllazni, kush don me rujt dinin e tij, duhet me kon i disiplinum në derset e hoxhallarëve. E themi se a kemi gajla ati, jo hoxhës, apo dersit hoxhës. Se hoxha në momentin që e manë ligjeratën, e merë se vapin. A erdhen 2 vete, erdhen 50 vete, erdhen 100 vete, s'ka lidhje. Ama ai që vjen, e ndihmon vetë vetën me kuptu fen dhe me ri përsërit meselet e fesë. Edhe kjo e motivon edhe jep vullnet me zbatu fen. Ai që mungon, ja humb vetvetes të mundësi. Edhe dallimi është i madh. Edhe na e shohim pastaj edhe në jetën tonë përditshme, një xhamat i cili lexon rregullisht, edhe i ndjek dersin e hoxhallarëve rregullisht, është shumë më i ditur edhe zakonisht. Është shumë më i devotshëm edhe shumë më praktikant i rregullave të fesë se ai që as lexon as i ndjek dersin e hoxhallarëve. Dhe për këto arsye, do thot, xhailieti është gjendje nga e cila nuk mund të zhvishemi apo të largohemi prej atij territori nëse na nuk jemi besnik, do thot, procesit të mësim marrjes, të nxënjes së diturisë. Edhe aq sa më shumë na merremi me dituri, aq më shumë largohemi nga territori i xahilietit. Zotën edhe kuptimi gjusor i termit xahiliet është ignorancë, pa dituri. Megjithëse ai si koncept është më i gjatë. Pa dituria është baza, mirë po janë edhe disa manifestime që kanë të bëjnë me botë kuptimet, me qeverisjen, me manifestimet shoqërore, të cilët japin kuptimin e plot të termit xahiliet. Sepse termi xahiliet në përdorimin kuranor nuk është veç puna e paditurisë, po është edhe mos zbatimi i diturisë. Andaj fillon për shembull prej botë kuptimit, Allahu Dhul Jalal ku flet për qafirat, thot wa dhanna al-jahiliyya, kanë botë kuptimet xahilietit, kanë paragjykimet xahilietit. Konceptet e tyre mbi Zotin, mbi jetën, mbi gjithësinë nuk janë të mbështetura në fjalët e Zotit, por janë të mbështetura në filozofi të ndryshme, të cilat i japin vlerësimet ose kufizimet, definicionet e veta për Zotin, për njeriun dhe për jetën dhe për gjithësinë. Besimtari i merr nga Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Mas kësaj bot kuptimit, koncepteve, vijnë emocionet, ndjenjat. Besimtari emocionet dhe ndjenjat i ndërton mbi parimet fetare. Ande e don besimtarin dhe e urren qafirin. E don veprën e mirë dhe e urren veprën e keqe. Edhe emocionet e tija i ndërton mbi parimin e Islamit. E përmend Allahu Dhu Xhelal se e kundërta është hamijetul gjahilije, fanatizmin e gjahiljetit, ku njeriu i ndërton bot kuptimet e emocionet e veta mbi parimet e gjahiljetit. E don se është i afër mbi tij, ani pse ka gabim. Dhe urren të hujin pse është i huj edhe pse ka tamam. E këto janë manifestimet të gjahiljetit, që kur të bësh analizë edhe të koncepti i parë, edhe të koncepti i dytë, i kijet pranishme të muslimanët e sotit fatkeqësisht. Kjo është momenti i dytë. Momenti i tretë është qeverisja me ligjet gjahiljetit. Do fillon me bot kuptim, kalon në emocione, tani kalon në gjykim, qeverisje. E fa hukme lë gjahilijeti jebëgun, wa men ahsenu min Allahi hukmen li qaumin yuqinun. A qeverisje gjahiljetit dëshirojnë ata? A ka qeverisje gjykim më të mirë se të Allahut për ata që janë të bindur? S'ka. Kjo është momenti i tretë. Edhe momenti i katërt që Allahu i madhëshëm e përmend gjahiljetin në Kur'an, e përmend një manifestim shoqëror të dekadencës shoqërore të një shoqërie muslimanësh, thot wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyati al-ula, dhe mos i shfaqni bukuritë e veta o ju gra, si shfaqeshin ato në gjahiljetin e parë. Lakurisia. Edhe ndërtimi i raporteve mes meshkujve dhe femrave pa kufizimet fetare është gjahiljet. Edhe kjo është manifestim i dekadencës edhe devijimit të një shoqërie, ku njerëzit jepen pas epsheve të tyre, edhe ku për qëllimeve kryesor në jetë është përmbushja dhe shfryrja e epshit. Andaj me këto 4 ajete kuranore është definu gjahiljetin kuptimin islam. Nuk është gjahiljetin veç analfabetizëm, ose me ditë me shkujtë dhe me lezu. Sepse kjo është problemi ma i vogël. Kush nuk ditë me shku me lezu, mërda 1 javë, 2 javë, mësohet me shku edhe me lezu. Ama me ndryshu vetë vetën, këta e trashëgimi kulturore, edhe ato ndikimet vazhdueshme që i bën besimtarit sot, shumë është vështirë ai me vazhdu me qenë rob i vërtet i Allahut Dhul Xhelal. Edhe për shkak se nuk është serioz mësimin e fesë, nuk është as serioz në zbatimin e fesë, nuk është serioz në luftën ka që të gjitha sulmeve që i bon nga gjahiljeti, sot muslimanët janë të këtil. Janë të smur me shumë viruse. Edhe nuk e kanë shëndetin e plot, psikofizik. Dhe për tyre nuk mundesh me prit sukses të jashtëzakonshëm. Andaj suksesi i umetit islam është i këtil, është i reduktum në sukseset e grupeve të vogla të muslimanëve, sepse varet për këti shëndetit psikofizik të tyre dhe imanor. Edhe aty ku ka një shëndet më të madh psikofizik e imanor, aty ka suksese më të mëdha, ku ka mungesë të këtij shëndetit psikofizik dhe imanor, ka suksese më të vogla, dhe i zhvillohemi në këtë pozicion umeti islam për 2 miliard muslimanëve. Edhe andaj nevoja për të potencu këto fakte është e vazhdueshme, e pranishme në vazhdimsi në mesin tonë, dhe na kemi nevojë edhe me u këshillua, edhe me u korrigjua, edhe me u plotsu që të ndryshojmë pozitat tona. Edhe tash, edhe
këto hadithe që i ka ardhur radha e librit na me i përmend, megjithse na kemi nevoja më të mëdha se këto pika, por nuk ka koni farë dami na me i dit edhe me i synu ato. Me kuptu se në momentin që një musliman jeton në një situatë ku s'ka pushtetar musliman që qeveris me ligjin Allahu Dhul Xhelal, dhe ti s'ki njëri tillë që jep besën tonë për me dëgju dhe me u bind atij, vdes në xahiliet. Atër kjo ka me të nëzit ty që me pas parasysh këtë fakt, po edhe me punue, edhe me kontribue që me ju afru umetit islam ajo situatë edhe e ku musliman do të kenë një pushtetar i cili ka me qeveris ata me islam, dhe ti kemi adhon besën e dëgjimit dhe bindjes ati për me mbrojt veten nga një jetes e xahiletit, ose për me mbrojt veten nga një pozicion pa fakte dhe argumente kur dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala. Normalisht ky hadith me këtë rregullim dhe kontekst gjusor ka ardhur për me qortu një musliman dhe me e dridh atë i cili jeton pa një sistem politik islam, pa një kryetar musliman, pa një khalife, dhe jeton kryen veti, dhe jeton si t'ja doje qefi ati. Është anakronik, është kaotik, s'bohet pjesë e një organizimi të pjesërishëm të muslimanve, po i granë si do vetë e si di vetë. Do thot, edhe kjo mesele me ndoj se është me nësim me potencu, çka të bëjnë muslimanat kur s'kan një sistem tillë të jetesës si pas ligjeve të islamit. Muslimanët e kanë detyrë dhe obligim të gjithë një nga një, që nga i pari deri i fundit, me kontribue për me e ndërtue një shtet tillë. Ose ajo që na e themi me rikthy pushtetin e islamit që ka qenë i pranishëm dhe të cilit pushtetet kanë pa hajrin e gjithë bota. Nëse s'mundemi të arrim atë qëllim që është shumë i madh, shumë i largët dhe shumë i rënd, na duhet të organizohemi në vendet tona, të jetojmë, të përmbushim nevojat dhe kushtet tona islame, spaku në rafshin minimal. Të pjesa e adhurimit Zotit Dhul Xhelal, të pjesa e marrëdhënieve, do thot shoqërore, aty ku kena mundësi, edhe me e islamizu jetesën tonë dhe shoqërinë tonë, aty ku si pas mundësive që i kemi, dhe aty ku kena mundësi. Për shembull, puna e namazit, agjërimin, janë adhurime që janë individuale. Na duhet me insistu me nejtë gati namazit, ani pse s'ka shtet islam, kjo s'do me thonë që na s'do të mu falë. Na do të mu falë. Për namazi ka pasaj dy pjesë, ka pjesën e obligimit individual, edhe ka e pjesën edhe obligimit kolektiv, namazi me xhamat, xhumaja, bajrami. Atë na u deshka mu falë, pa për mu falë vetë mu na mu falë ku të mërim, po nëse dhe na mu falë me xhamat me pas xhami. Atëre insistojmë me ndërtu xhami, që me mujtë musliman me falë xhuman, me falë namazin me xhamat, me falë bajramin. Edhe e kalojmë këtë si fazë, pastaj kemi agjërimin, që agjërimin nuk lip vend, nuk lip pozicion, po lip një organ, një grumbull besimtarësh që neve na e tregojnë kur fillon agjërimi, kur mbaron agjërimi, si muj, edhe kur fillon agjërimi dhe kur mbaron agjërimi brenda ditës, si imsak e si iftar. Po të me pas një grup diturish që na udhëheqin këtë jetë, këtë pjesë tjetër sa. Pastaj është zeqati, është pasuri, por në situatat moderne të biznesit, zeqatin dhe lidhet me sistemin politik. Parët i kim banka s'tjep parët e tuja pa ndonjë arsye.
Kjo është sistemi bankar islam. Sistemi bankar jo islam. Ti merr këtë parët, edhe kur ti do në mi marë parët e tuja, a i dvetë pse i merë ti parët e tuja. Për të mija të për qef i marë. Jo së mund është i mi marë pa pasë një arsye. Ku i qanë të pare? Edhe ti edhe zeqat me desh me dhonë, së mund është me dhonë. Po flasë për ata që japin zeqatet mdoja, në kërasë për 100 euro, 200 euro. Ama ti kje 100 milion, 200 milion kapital. Edhe duesh me dhonë 20 milion për shemull apëtën zeqat. Së njep, se banka së njep ato parë. Edhe andaj, kur fillon ti me zhvillu jetën tone, vjen edhe ballafaqohesh me probleme ditore, edhe probleme serioze. Edhe andaj kretë kjo, shtel ty detyrimisht me mendu se nëse du me jetu si musliman, unë duhet me bo edhe shoqëri muslimane. Duhet me bo edhe shtet islam, për ndryshe jetesa jeme me islam ka me qenë e pjesërishme, si kurse ajo gjendja shëndetësore, me virusa, me bakterje, me ligësi, s'keme qenë i fuqishëm me shëndetin tanë, keme lëngu nga virusat dhe bakterjet që i ki, edhe s'keme qenë i fort, edhe ande s'keme mujtë marit sukseset mdoja, njëtën tonë e fetare. Shtëja kësaj edhe përzidhe një jetëve, pas e na dojna me konë mirë me Allahun, a dojna me qenë të fuqishëm këtë botë. E të përzihen, si të mos të rritë pozita e njerëzve në aspektin e pushtetit, në aspektin e pasurisë, në aspektin e ndikimit, përzihet një jeti. A dojnë me vazhdojme që robi Allahut, i nështrum, ka shi regullave të Zotit, apo dojnë marit sa ma shumë pasuri që me pas malet zhvillimin e biznesit, ndikimit e pushteti, lehtësimet që mundet me i shvizu për një pushtetit. Sikur se shohim tash për shembull në zhvillimet e reja moderne të shteteve Ballkanit, po flas në veçanti, do të lidhja mes pushtetit dhe biznesmenëve është shumë e ngushtë. Realisht ata e ndihmojnë njëri tjetrin. Pushteti i ndihmon biznesmenët me rrit biznesin, edhe nëse është në llogaritë dhe në dam të shtetit dhe qytetarëve, që nesër ata biznesmen me ndihmu pushtetin, që ata me zgjat jetën pushtetit, edhe pa marrë parasysh e meritojnë apo nuk e meritojnë, ata me vazhdojnë me qenë pushtet. Kështu është situata sot, domethënë janë ndërlidhur në gjëra. Pse? Sepse ai biznesmeni nuk ka frikë Zotin, edhe nuk e kupton pasurinë si amanet nga Zoti, po thjesht e kap atë, do thot, lakmia, edhe miliardat që i ka janë pak, donë me i bo edhe ma shumë, sepse sa ma shumë që ka, ndikimi edhe pushteti është ma i madh. Edhe normalisht, hinë këto procedura, pase që nuk është qëllimi as me fitu kënaqësinë e Allahut, as me qenë në shërbim të fjalës së Allahut, po thjesht me shtu pasurin për me shtu ndikimin, e ndikimi me aletu ati shtimin e pasurisë, e bëhet një proces kauzal, i thuhet, shkak dhe pasoj, dhe vazhdojnë njerëzit me jetu në këtë situatë, duke humbë qëllimin e krijimit të tij, dhe duke humbë qëllimin e pasurisë. Se pasuria nuk është qëllim vete. Asnjë njeri i mençur nuk grumbullon pasuri që me shkue në akşam, me hita e dhoma ku e ka pasurin, edhe me nëmru pasurin. Edhe mi pa të shufrat e arit, edhe me i nëmru sa i ka, edhe sa i ka shtu. Së është kjo qëllimi, asnjëre. Qëllimi është mu shtu pasuria, që për mu shtu mundësia e shërbimit të fesë, edhe shërbimit të njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar qartë, Allahu e ka zbrit pasurinë që të ngritet lart emri i tij. Edhe pasuria pra të shvizu, për më ngrit lart emri i tij. E na, për shembull, e shvizojmë pasurinë për më ngrit vetveten. Pozitën tonë, emrin tonë.
Edhe andaj, çdo herë që testohemi, a një pjesë e madhe e pasurisë tonë, me dhon fisabilillah, apo mjalon rahatlukun vetvetes, e zgjedhin dytën, rahatlukun vetvetes, e jo me dhon shumicën e pasurisë. Andaj Ebu Bekri radiallahu anhu ishte më i veçanti prej miliarderave. Pse ai kur ke muhabeti a komoditeti i tij apo fitimi i kënaqësisë së Allahut, ai e prishi komoditetin e tij dhe luftoi ke me fitu kënaqësinë e Allahut, duke dhënë krejt pasurinë e tij për Allahun. Sepse ai kur udhëzu në Islam, u zhvesh nga xhahiljeti, edhe nga gjithë të keq kuptime për pasurinë, edhe kuptoi se pasuria ka vlerë dhe dobi atëherë kur jepet, jo atëherë kur grumbullohet, e shtohet. Andaj Allahu Dhul kur fol, kur e qorton njeriu thot alladhi jama'a malan wa addada. Është ai i cili ka harruar qëllimin e krijimit të tij dhe ahiretin, është ai i cili e grumbullon pasurinë dhe e numëron atë. I shkon jeta tu e pa konton, a ju ka rrit, a ju ka zvullu. Sa i hen, sa del. Dhe nëse është ai treguesi për pjetë, është i knasht, se do më mirë është puna. Nëse fillon me ratë e poshtë, mërzitet. Miliona i ka. Pse ka harru se qëllimi i pasurisë është me e ngrit fjalën Allahut Xhelal, e jo me ngrit emrin tan, famën tanë e pushtetin tan. Sidoqoftë, na mundohemi me i dhonë do para sharime në lidhje me këto hadithe, sepse këto hadithe kanë të bëjnë me një shtet islam, i cili sot i mungon umetit islam përgjithësi, e sidomos neve këtu në vendin tonë veçanti, edhe andaj për me kuptu këto hadithe, po duhet me fillu me shku ma mbrapa në atë platformën e botkuptimeve të islamit, që me i kuptu gjatë pasaj se pse umeti islam ka pas nevojë për me ndërtu një sistem politik tillë, dhe pësot muslimanët kanë nevojë për një sistem politik tillë, sepse të imponohet në jetën e përditshme, se do me islamizu jetën tonë, atë duhet patjetër me pas një sistem politik i tillë i cili të animon ty për me pas një jetë mirëfillt islame. Koha që keshme disponim na përfundoi, këtu na do ndalemi. Duke lutur Allahun në ebit të dobishme dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë dhe për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhennet al-Firdaus, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.